Në Korçë është zhvilluar aktiviteti Korçë, qyteti nomadëve digjital, një iniciativë që synon promovimin e qytetit si një destinacion të rreqës për profesionistët që punojnë në distancë. Në kuadër të kësaj nisme, 50 nomad digjital nga kompania ndërkombëtare e teknologjisë EPAM vizituan Korçën për të zbuluar mundësitë që ajo ofron për jetesë dhe punë. Kryetari i Bashkisë Korçës, Sotiraq Filo, i priti ata duke theksuar përpjekjet e qytetit për të krijuar një mjedis miqësor dhe të përshtatshëm për nomadët digjital. Gjatë vizitës ata eksploruan Korçën, takuan komunitetin lokal dhe union me hapësirat inovatore të qytetit si Korça Innovation Hub, ku po zhvillohen projekte për edukimin teknologjik të rinjve. Mendojmë që bashkëpunimi të jetë i përqendruar në disa fusha, duke filluar me programin e edukimit, edhe të trajnimit të rinjve dhe të rejave, qytetit Korçës dhe jo vetëm, ju e dini që në prej vitesh e kemi filluar këtë program të madh të mbështetjes të sektorit të teknologjisë të informacionit dhe të komunikimit, dhe vetë kompania EPAM ka projekte dhe programet e saj të edukimit në fushën e produkteve digjitale dhe kjo do të jetë një prej mundësive të bashkëpunimit. Shumë prej profesionistëve ukrainas që tashmë jetojnë në Shqipëri pas shpërthimit të luftës në Ukrainë po shfryttojnë mundësinë e vendosjes në Korçë. Andrej Hluzdovicki, një prej nomadëve digjital, pjesëmarrës në aktivitet, ndau përshtypjet e tij për Shqipërinë dhe Korçën. Prej gati një viti jetojmë në Shqipëri. Ishim në Saran, Durrës dhe tani jetojmë në Tiranë, bashkë me gruan dhe 2 vajzat. Jetesa në Shqipëri nuk na duket e vështirë dhe besoj se kemi bërë zgjedhjen e duhur. Të dy me gruan jemi duke vazhduar punën në kompani online. Sa i takon qytetit Korçës, është hera e dytë që vim. Për herë të parë kemi qenë për Krishtlindje dhe kaluam mirë. Idetë për të ardhmen për të jetuar në qytetin tuaj jemi duke i menduar, pasi na duket një qytet i pastër, i qetë, i sigurt, me njerëz mikpritës dhe na pëlqen. Vetëm duhet të shohim mundësinë se ku mund të mësojnë vajzat, pra në cilën shkollë, duke qenë se nuk din shqip. Ky aktivitet tregon përpjekjet e vetë Korçës për të rrequr komunitetin e nomadëve digjital, duke shfrytzuar potencialin e saj si një qytet modern, i qetë dhe me infrastrukturë të përshtatshme për punën në distancë.